Sipas skedës zyrtare të përdorimit të tokës së artuar nga studia ndërkombëtare, 4 kompanitë e konsorciumit Balfin Group, Blue TDI, Akincons dhe Progen figurojnë si zhvillueset dhe përfitueset ekskluzive të parcelave të ndërtimit, ku mbi një sipërfaqe totale prej 600 hektarësh kanë darë të drejtën për ndërtimin e mbi 1.5 milion metrave katror volume rezidenciale dhe hotelier. Sipas ekspertit të mjedisit Olsin Nika, ndërhyrja në këtë zonë rrezikon peizazhin e mbrojtur pishporonart. Nuk diskutohet mas për Bikatina as për shpendë se ndërtojnë në qytet. Të vetëm shpend që do vazhdojnë aty të jetojnë, do jenë këta që ne i quajmë me gjuhën tonë shkencore llojet kozmopolite. Pra ato që janë edhe rëndon në qytete si Tirana, pra Laraska, Truncakët, Sorra, këto janë ato që do jenë. Pas këtij projekti në Fier qëndrojnë edhe biznesmen që i kanë shtrirë fiet në projektin Genesis, si Sajmir Mane, që është protagonisti kryesor në pronat që shtrihen në pishporonart. Kopertina e masterplanit mban logon e grupit Balfin si zhvilluese kryesore financiare, ndërsa pjesa tjetër e projektit është ndarë mes 3 partnerëve të tjerë. Balfin Group është kompania kryesore në krye të masterplanit të Apollonisë së Re. E udhëhequr nga Samir Mane, i cilësuar si një nga oligarkët më të mëdhenj në vend vetëm për këtë projekt në 21 dhe 22 janar 2025, në pronësinë e kompanisë me të njëjtën emër si projekti Apollonia e Re janë hapur 11 kompani, të cilat do të ushtrojnë aktivitetin në këtë qytet të ri.